Radioja mbetet një nga mediat më të dashura dhe më të besueshme për publikun edhe në epokën e teknologjisë dhe rrjeteve sociale. Në Gjirokastër, radioja ka qenë për dekada zëri i komunitetit, duke përcjell lajme lokale, ngjarje kulturore dhe histori njerëzore që lidhin qytetin me dëgjuesit e tij. Përmes mikrofonit janë ndarë emocione, janë diskutuar problematika dhe është promovuar kultura e trevës. Shprehen ish gazetarët e Radio Gjirokastrës. Natyrisht që është një ditë e shënuar, për ne dhe natyrisht na sjell edhe shumë nostalgjira. Unë që kam punuar një periudhë të gjatë në radio, edhe kur u bë televizion, tjetër ndjeshmëri kisha për Radio Gjirokastrën. Edhe do të them që me gjithë, si thua, disa kufizime që ka për shkak të teknikave, po themi, të modernitetit të radios në kohë tjetër, kur kemi punuar ne, që ka pas shumë probleme, do të thoshja, ne kemi qenë të angazhuar për pos detyrës edhe me një lloj, po them, përkushtimi krejt të veçantë. Një përkushtimi veçantë, sepse ishim i vetmi zë nga rajoni që sillim gjithmonë informacion, sillim gjithmonë vlerat e identitetit tonë nëpërmjet polifonisë së famshme që ka jugu i Shqipërisë, ku vepron Radio Gjirokastra, ku vepronte, do të thosha, dhe vepron. Institucion me kontribute të jashtëzakonshme për identitetin. Sot unë mbush 45 vjet nga dita e parë që komunikova me publikun nëpërmjet mikrofonit. Ishte viti 1982, nëpërmjet Radio Gjirokastrës. Në Radio Gjirokastër punova gati 10 vjet, dhe besoj ishte periudha më revolucionare, me kuptim pozitiv të fjalës, në Radio Gjirokastra. Unë për shembull ndjej, si thua, një emocion të vazhdueshëm kur na vin kërkesa nga komiteti i partisë atëhershëm që të ndryshonim orën e transmetimit të emisionit, për shkak se njerëzit iknin nga puna për të dëgjuar emisionin. Nuk ishte satisfaksion më të madh se kjo gjë. Po ashtu ishte periudha kur Radio Gjirokastra arriti të transmetojë dhe evente të jashtëzakonshme, siç ishte për shembull hapja e kufirit me Greqinë brenda ditës. Edhe sot, pavarësisht zhvillimit të mediave digjitale, radioja vazhdon të dëgjohet në makina, në shtëpi apo në vendet e punës, duke ruajtur një lidhje të drejtpërdrejtë dhe të ngrohtë me publikun. Asnjëherë radio nuk e humbet vlerën e tij. Sado që të dalin mediat e tjera, radioja ka vendin e tij. Edhe sot, po ashtu, në të tërë, shpitu unë besoj që edhe në Gjirokastër dhe Dropull, paralelisht me televizorin, shikojnë, dëgjojnë edhe radio. Pra, radioja në vetvete nuk mendoni që mund ta humbas ndonjëherë vlerën e saj? Vlera e radios nuk humbet kur. Radio ka tjetër cilësi, edhe shtypi i shkruar, media shkruar është ndryshe. Por besoj edhe me ndihmën e kolegëve që ishin më të vjetër se mua këtu, besoj ja kemi dalë. Dhe sot kam arritur të paktën për minoritetin një emision në radio informativ edhe argëtues, që për mendimin tim, jo vetëm për mendimin tim, por edhe për ata të cilët më shkruajnë, se se e transmetojmë direkt edhe në YouTube, edhe më shkruajnë, po edhe kur më takojnë në Dropull ose edhe këtu në Gjirokastër, me thonë fjalë më të mira. Për shumë dëgjues, radioja mbetet shoqëruesja e përditshme në shtëpi, në makina apo në vendin e punës. Ne me radio jemi rritur. Vonë doli televizori dhe po e plotëson, do me thënë ata. Me gjithë atë radio ka atë të vetën. S'është se është zbehu radioja, por vazhdojmë ta ndjekim kur kemi kohë të lirë, për shembull, kur jemi duke udhëtuar ose kur vemi me pushime gjakundin në plazha, ashtu radioja prap ka atë vendin e vet. 12 vjeç, që në 54 unë kam ndjekur radio dhe po e ndjek. Më shumë këngët i kam shumë qef. Sidomos lapshet, këngët e
që këndojnë në për këto gjëra. Radio Gjirokastër në ndiqni? Tani unë lere rritur në Gjirokastër, si së ti në radio në Gjirokastër, të mos ta ndjek edhe mos ta ndryë. 13 shkurti dita botërore e radios e gjen Radio Gjirokastra në 85 vjetorin e saj, një histori që ka shoqëruar breza të tërë dëgjuesish në jug të vendit. Për drejtuesin e RTS Gjirokastra Silvana Spaho, ky 13 shkurt është jo vetëm një fest për median, por një mirënjohje për të gjithë ata që për dekada kanë mbajtur të ndezur mikrofonin e qytetit të Gurt. Në fakt kjo ditë nuk përkon vetëm me një fest të radios, kjo ditë është një mirënjohje dhe një vlerësim për gjithë ata që punuan në fakt në Radio Gjirokastra dhe për ata që vazhdojnë ta mbajnë gjallë zërin e kësaj radio, e cila tashmë ka një moshë mbi 85 vjeçare dhe ne po mundohemi dhe synimi jonë gjithmonë ka qenë që të alternojmë brezin e vjetër me brezin e ri dhe shpresoj në një farë mënyre t'ja kemi dalë për ta mbajtur, siç thash edhe më lart, gjallë valën 102.5 MHz FM. 13 shkurti dita botërore e radios e gjen Radio Gjirokastra në 85 vjetorin e saj, një histori që ka shoqëruar breza të tërë dëgjuesish në jug të vendit. Prej dekadash përmes valve të saj janë transmetuar dhe vijojnë të transmetohen lajme, kulturë, muzikë dhe ngjarje që kanë shënuar jetën e rajonit jugor, duke ruajtur misionin e saj kryesor, informimin dhe lidhjen me publikun.